është pjesë e dispozitave themelore të Kushtetutës Republikës Kosovës, buron nga propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës e njohur si pako e ahtisarit. Ne e kemi kundërshtuar ditëve të fundit, janë bërë deklarime të shumta lidhur me ligjin për shtetësinë e Republikës Kosovës. Për shkak të interesimit publik, është e rëndësishme të sqarohen disa fakte themelore, posaçërisht lidhur me nenin trodhjen të këtij ligji. Së pari, neni trodhjen i ligjit për shtetësinë e vitit 2026 nuk është një dispozitë e re. Ky nen është pjesë e dispozitave themelore të Kushtetutës Republikës Kosovës, përkatësisht nenit 155 që derivon nga pakoja e ahtisarit. Kjo është Kushtetuta e Republikës Kosovës. Kjo drejt nuk është krijuar apo njohur nga kjo qeveri dhe nuk është futur për herë të parë me ligjin e ri, ashtu siç eksponentët e opozitës po e proklamojnë. Kjo e drejt e cila parasheh se Republika e Kosovës u njeh të drejtën e shtetësisë së Republikës së Kosovës, pavarësisht nga vendbanimi i tyre i tanishëm dhe shtetësia që posedojnë, të gjithë qytetarëve të ish Republikës Federative të Jugosllavisë, të cilët kanë qenë banorë të përhershëm të Kosovës më në janar vitit 1998, si dhe pasardhësve të tyre të drejtë për drejtë, buron nga propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës i njohur si pako e ahtisarit, të cilën, siç të gjithë e dini, ne e kemi kundërshtuar në mënyrë fundamentale. Më pas, e njëjta është përfshirë në Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ka qenë pjesë e pandryshuar e legjislacionit tonë për shtetësinë që nga viti 2008. Ndërsa në vitin 2012, në vend që kjo dispozitë të hiqej nga Kushtetuta dhe të kishte të njëjtin fat si dispozitat e tjera kalimtare, opozita e tanishme, e cila ishte në pushtet në atë kohë, përmes ndryshimeve kushtetuese vendosi ta bartë këtë dispozitë te dispozitat themelore të Kushtetutës me qëllim që ta bëjë pjesë të përhershme të rendit kushtetues të Republikës Kosovës. Pra në thelb, ajo që opozita sot po e kritikon, e ka burimin pikërisht këtu. Çka nënkupton se ata ose nuk kanë qenë fare të vetëdijshëm për atë që kanë bërë dhe votuar, ose kanë pasur pikërisht qëllimin për të cilën po na akuzojnë neve sot. Ajo që është bërë me ligjin e ri është harmonizim i plot i formulimit ligjor me tekstin e Republikës së Kosovës. Përderisa ligjet paraprake të viteve 2008 dhe 2013 i konsideronin këta persona automatikisht shtetas, ligji i ri u njeh këtë drejtë për të cilën duhet të plotësohen kushtet e parapara me udhëzim administrativ.